Luigi dhe Carmela janë çifti italian nga qyteti Lecces, të cilët të dashuruar me Vlorën zgjodhen qytetin bregdetar jo për turizëm, por për të punuar. Luigi tregon se ishte pandemia një mundësi për të studiuar tregun e Shqipërisë, mekanizmat financiar dhe ekonomik, ndërsa Vlora ishte surpriza. Vlora me këtë lungomare të gjatë dhe të gjallë më dha ndjesinë e Miamit, me të vetmin ndryshim që këtu nuk ndihemi huaj. Kam gjithë jetën që punoj duke shëtitur botën, ndërkohë që Shqipëria nuk më jep kur këtë ndjesi. Dhe duke ndjer veten si në shtëpi, mora dhe vendimin për të jetuar dhe punuar këtu në vendin tuaj, ndërsa zgjodha Vlorën. Gjatë kohës post-Covid, qeveria italiane liroi fondet për të ndihmuar rimëkëmjen e ndërmarrjeve në botë. Sa i takon profesionit, unë asistoj ndërmarrjet në zhvillim dhe rritje dhe hapi filiale të reja në konsulencën time në Shqipëri për të zhvilluar kryesisht në agrokulturë, në turizëm dhe inxhinjeri, pra dhe në industri. Kam ardhur këtu për të ndjekur këtë fusha. Kemi hapur zyra duke qenë të bindur se Shqipëria përballon tranzicionin e zhvillimit si shtet dhe si ekspert në fushën e industrisë dhe projektimit. E shikoj potencialin për të përballuar tranzicionin e Europë dhe mjetet financiare për të investuar. Po si janë shqiptarët si bashkëpunëtor? Në fillim të punës më shumë ishin sipërmarrës italian, por të shumt janë dhe sipërmarrësit shqiptar, që më kanë njohur dhe më kanë zgjedhur si bashkëpunëtor tereni. Më ngarkojnë me përgjegjësinë e zhvillimit të ndërmarrjes, si në çështjet organizative, si në përfitim, ashtu dhe zhvillimin e tyre. Si e konsideroni vlerën e kostos së jetesës në qytetin bregdetar? Kosto e jetesës këtu është në nivele më të ulta krahasuar me Italinë në mënyrë të veçantë, por po të krahasojmë me 4 vite para, është dyfishuar në elemente të caktuar, por me raportin e jetës dhe standardin, unë këtë gjë shikoj pozitiv. Shqipëria është e privilegjuar të zgjidhet nga turistët pikërisht për këto çmime. Gjërat sot kanë ndryshuar, duan më shumë kujdes, por mbetet definitivisht i zgjedhur krahasuar me Italinë, Greqinë apo Spanjën. Do të vijoni të qëndroni në Shqipëri? E nëse për sa kohë? Zakonisht unë projektoj një jetë 5 vjeçare kur lëviz. Aktualisht jam në vitin e 4 që jetoj në Shqipëri, në Vlorë. Reformat e reja politike bëjnë që qëndrimet e ne sipërmarrësve të jenë konstante, por varet dhe nga kërkesa se sa fizikisht duhet jem në grupet e bashkëpunimit, por shikoj që 5 vjeçari i ardhshëm do të jetë definitiv në një revolucion të dytë financiar turistik, tranzicion industrial në njërin anë dhe më i strukturuar në planin reformativ për krah standardeve europiane referuar Shqipërisë. Duhet të japim të ardhmet të rinjve duke krijuar struktura politiko-institucionale bazë për të ditur dhe ndërtuar. Politika duhet të bashkëpunojë si në anën tekniko-administrative dhe mbi të gjitha në planin financiar, fal kjo dhe buxhetit të Bashkimit Evropian. Po ndërsa Luigi është në profesionin e tij, Carmela në profesion është gazetare, por që ka braktisur atë për të qenë pranë bashkëshortit të saj. Megjithatë, çdo të thotë kjo qasje e re për Carmelën në Vlorë. Ishte një nga ato zgjedhjet e forta të vështira, por e bëra me besimin se familja duhet jetë e bashkuar sa kohë është mundësia. Në rastin tim ishte një sakrificë e madhe, por nuk mund të sakrifikoja familjen time dhe zgjodha karrierën. Po Vlora, çfarë është për Carmelën? Vlora është shtëpi e dytë. Më bën të ndihem në shtëpi, në ndjesi. Në rrugën time kam njohur njerëz të mrekullueshëm dhe të ndihesh si në shtëpi në një vend të huaj nuk është e lehtë, ndërsa këtu është si të jemi tamam në shtëpinë tonë. Kjo është eksperjenca jonë. Atëherë Carmela, le të flasim si gazetare bashkë. Më thuaj, 3 gjëra pozitive dhe 3 negative që ti i sheh në këtë qytet. Vlora ka potencial në rritje dhe për herë kam thënë këtë. Është qytet i bukur që po rritet shpejt në shumë aspekte dhe ndoshta duhet ndjekur procesi evolutiv i mendësisë me njerëz të ndërgjegjshëm se sa duhet të japin ata. Është e rëndësishme të rritesh si në kapacitete njerëzore dhe jo vetëm në rrethana, ndërsa nuk është mirë qasja e qytetarëve me mjedis. Pasi është shumë i rëndësishëm kujdesi për ambientin, për tokën, duhet afatgjatë që brezat e tanishëm dhe ata të së ardhmes ta gëzojnë, se toka është një dhe mbetet në jetë të jetësve.